Ministri e Mbrojtjes Mimi Godeli ishte në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, ku u takua me krevun e BDI Ali Ahmeti, si edhe mbajti një leksion përpara studentëve. Takimi me Ahmetin vjen në kohën kur Bashkimi Demokratik për Integrim mori vendim për të hyrë në qeveri me LSDM-n, ndërkohë që vendi është në krizë institucionale pas refuzimit të presidentit Ivanov për të dhënë mandatin si pasojë e platformës shqiptare. Zonja Kodeli shprehu kreu të BDI-s gjithë mbështetjen e qeverisë shqiptare në proceset integruese të Maqedonisë, edhe në veçanti sa i përket shtyrjes përpara të antarësimit në NATO. Ndërsa në fjalën e mbajtur para studentëve, ministri Kodeli paralajmëroi shtesë të fondeve të buxhetit për mbrojtje. Do të bëjmë një rialokim fondesh, edhe ne do të përfitojmë si ministri një shumë të konsiderueshme parash që do të na mundësojnë t'i futemi një projekt i madhor, të rëndësishëm për ne, shumë të rëndësishëm për ne për sigurinë e Shqipërisë. Sa më shumë të ketë bashkëpunimi gjithë këtyre aktorëve, aq më i suksesshëm është në fund të ditës aksioni. Bashkëpunimi shumë i mirë solli që ne të mund të ndalonim një akt terrorist në Shqipëri para disa kohë. Dhe bashkëpunimi ka ardhur shumë i mirë, ka ardhur edhe nga strukturat maqedonëse. Republika e Shqipërisë e mbështet politikën e dyreve të hapura për NATO dhe padyshim që e mbështet antarësimin e Maqedonisë. Ajo theksoi se antarësimi i Shqipërisë në NATO ka dhënë kontribut të madh në stabilitetin e të gjithë rajonit të Ballkanit. Ministri e Mbrojtjes u përgjigj edhe pyetjeve të ndryshme të studentëve lidhur me rrezikun e sulmeve terroriste, planeve për hapjen e një qendre ekselente të NATO-s në Shqipëri, si edhe proceseve integruese të Shqipërisë dhe rajonit.